Qeveria prezantoi kompaninë e re shtetërore Albanian Digital Solution, e cila do të zhvillojë dhe mirëmbaj programe digjitale shtetërore. I pranishëm në prezantim ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili u shpreh se kjo kompani si motor e akshit do të heqë nevojën e bashkëpunimit të shtetit me privatin. Do të zhvillojë sisteme pa pasur gjithmonë nevojë që shteti t'i drejtohet privatit, shteti të krijojë kompaninë më të suksesshme publike të zhvillimit të sistemeve dhe të mirëmbajtjes së tyre. Sipas Kreut të Qeverisë, ADS i jep hapësirë talenteve të reja në fushën e teknologjisë. Rama theksoi se shteti do të ofrojë paga më të larta në këtë kompani, e cila të ketë kapacitetin të kthehet në një hapësirë për të gjithë talentet, një kompani e cila të ketë pagat më të larta në tregun e shërbimeve digjitale. Por fokusi nuk ishte vetëm tek teknologjia. Shefi i qeverisë reagoi lidhur me zërat se shteti po i fal tokë në Bregdetin e Zvërnecit, investitorëve të huaj si Xheret Kushtner dhe biznesmenëve nga Katari. Sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Investitorët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata. Kryeministri nuk harroi as lëvdatat ndaj akshit, që sipas tij ka ndërtuar një histori suksesi, duke kaluar nga një numër i madh i kufizuar shërbimesh në mbi 1200 shërbime publike online, duke arritur më shumë se 3 milion përdorues në e-Albania.